Në emër të Këshillit Organizativ dhe Bordi I Përkohshëm I të diplomuarve shfrytëzuesit e programit të bursave të Bankës Islamike për Zhvillim, ju dëshiroj mirëseardhje, duke ju falendëruar që ju përgjigjet ftesës sonë dhe begatuat këtë tribunë me prezencën tuaj. Është tribunë e parë që organizojmë, por shpresojmë se jo edhe e fundit. Dua së shkurti ju njoftojmë me çka I kemi zbegatuar të thënë të këtë tribunë. Në fillim do të kemi mundësi të njoftohemi me një prezantim të shkurtër për Bankën Islamike për Zhvillim, domethënë Islamic Development Bank, dhe programin e saj të bursave në komunitetet muslimane në vendet jo anëtare. Më të tjerë do të kemi një prezantim të shkurtër I shoqatës së të diplomuarve të IDB-s, domethënë të Bankës Islamike për Zhvillim në Maqedoni, duke dhënë informacione bazore rreth pikës synimeve dhe aktiviteteve të shoqatës, në të cilën pas formimit të saj të diplomuarit dhe studentët do të ruajnë unitetin, duke mbrojtur njëri tjetrin në çdo fushë dhe duke koordinuar përpjekjet e tyre në dhënien e kontributit pozitiv në komunitetet në të cilat jetojnë. Më të tjerë kemi prezantimin e shkurtër të panelistit tonë të nderuarit Dr. Ali Iljazi. Tema kryesore e panelit, e cila kryesisht do të synojë të frymëzojë dhe të japë një pasqyrë për gjendjen e shkencës në vendin tonë, veçanërisht në komunitetin musliman në të cilin edhe ne takojmë. Më të tjerë, diskutimi do të hedhë dritë mbi perspektivat e së ardhmes të të rinjve muslimane, të shkolluar, të udhëhequr nga mësimet dhe vlerat islame, duke ndjekur këtë rrugë për të krijuar ndryshime pozitive për jetën në shëndet, shoqëri dhe komunitet. Në fund do të kemi disa minuta për parashtrimin e pyetjeve dhe zhvillimin I diskutimit në mes të pjesëmarrësve. Përfundimi është që të diplomuarit dhe studentët e motivuar në drejtim të avancimit personal në fushën e tyre përkatëse dhe angazhimin e lartë ndaj islamit si dhe shkencës. Për të mos humbur kohë më shumë, e ftoj në foltore Dr. Naim Eminin na e bëjë prezantimin e tij për Bankën Islamike për Zhvillim. Islamic Development Bank, Banka Islamike për Zhvillim. Programi filloi në vitin 1983, I quajtur programi I IDB-s së bursave për komunitetet musliman në vendet jo anëtare. Fiksimimi dhe fushëveprimi. Qëllimi I programit është përmirësimi I kushteve socio-ekonomike dhe ruajtja e identitetit kulturor dhe fetar të komuniteteve muslimane në vendet jo anëtare përmes zhvillimit të resurseve njerëzore. Programi ofron bursë në bazë të mësimeve studimore dhe gjendja financiare për ata të ri që kanë nevojë për mjete për kryerjen e studimeve. Koncepti I programit. Koncepti I programit është që të mbështesë muslimanët në fusha profesionale dhe të përkushtuar si një mjet për përmirësimin e kushteve socio-ekonomike të komuniteteve të tyre. Sipas këtij programi, bursat jipen si kredi pa interes për studentët, por duke ju ndihmuar studentëve, këto bursa janë një lloj grante për komunitetet të cilat ata I përkasin. Pas diplomimit dhe punësimit fitimprurës, të gjithë të diplomuarit janë të obliguar të kthejnë shumën e kredisë në fondet lokale, të formuara gjithashtu nga Islamic Development Bank, duke mundësuar riciklimin dhe ndarjen e më të thjeshme të bursave për studentët që kanë nevojë për ndihmë financiare. Partnerët e IDB-s, organizata homolog, këtu do kishim përmendur Bashkinë Islame, dhe këshilltarin e nderit, Honorary Student Counselor, zotri Ali Albaragoni, fondi arsimor I IDB-s, The Questional Trust dhe shoqata e diplomuarve të IDB-s, Graduates Association. Organizata homolog nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit me IDB-n, kryen të gjitha përgjegjësitë, detyrat të kërkuara nga IDB-ja, paraqet raportin për aktivitetin ndaj IDB-s. Fondi arsimor I IDB-s mirëmban shënimet financiare dhe jo financiare të të diplomuarve, riciklon kthimin e krediteve nga të diplomuarit, paraqet raport për aktivitetet ndaj IDB-s. Këshilltari I nderit I studentëve
mbështet studentët, organizatën homolog, fondin arsimor të IDB-s dhe shoqatën e të diplomuarve të IDB-s. Zbaton udhëzime dhe këshillim dhe aktivitete postdiplomike, paraqet raportet e aktiviteteve po ashtu ndaj IDB-s. Kthimi i kredisë. Pika më e rëndësishme. Në këtë pjesë do kisha lutur të gjithë të diplomuarit dhe të gjithë ata të cilët shfrytzuan dhe shfrytëzojnë këto bursa, të jemi më të përgjegjshëm dhe më besnik, sepse mos të harrojmë, mbartim mbi supë përgjegjësi të madhe ndaj gjeneratave të reja, të cilat sikurse ne në të kaluarën që ndronin për realizimin e planeve tona gjithsesi për kryerjen e studimeve dhe punësim në profesionin ton, mos të jemi shkaktar të prishjes së ëndrave të talenteve të rinj, që për shkak tonin ata nuk do kenë bursa për studime. Përfaqësuesit e IDB-s, me vizitën e tyre që bën, vizitën e fundit na paralajmëruan se do të ndërpresin bashkëpunimin me studentët e komunitetit musliman në Maqedoni. Nga shkaku se ne nuk arritëm deri më tani që të mbajmë premtimet e dhëna në mënyrë gojore dhe me kontratat të cilët i kemi nënshkruar. Ndaj dhash Zoti që ne mos të pasqyrojmë në këtë mënyrë sepse përfaqësojmë shtresën më të lartë akademike, doktor, stomatolog, farmaceut, musliman nga Maqedonia, të cilët nuk kthejnë besimin e dhënë nga Banka Islamike për Zhvillim. Edhe një herë apeloj të të gjithë stipendistët që sa më parë të fillojmë me kthimin e mjeteve në fondin e IDB-s, në mënyrë që nga shtatorit fillojmë të mbështetim financiarisht studentët e rinj. Ju faleminderit për mendimin. Falenderojmë kolegun për prezantimin e tij. Në vijim e ftojmë doktor Sead Zeinel për të prezantuar në pika të shkurtra synimet e shoqatës të diplomuarve. Të nderuar vëllezër dhe motra, selamu alaikum. Siç përmendi doktor Naim Emini, njëri nga partnerët e IDB-s dhe programi i saj të bursave në Maqedoni është edhe shoqata që quhet IDB Graduates Association nga Maqedonia, pra shoqata e të diplomuarve përfituesit e programit të bursave së IDB-s nga Maqedonia. Pra, kjo shoqatë është në proces të regjistrimit. Unë doja të tregoj pyksënimet të shoqatës, për çfarë shoqata, cili është misioni, vizioni dhe edhe normalisht aktivitetet e shoqatës. Së pari, shoqata synon të koordinoj dhe komunikoj mes antarëve të saj, të përforcoj marrëdhëniet dhe vlerën e vëllazërimit ndërmjet antarëve, të cilët janë përfituesit e bursave së IDB-s. Prandaj promovimi i shkëmbimit të informacioneve dhe promovimi i bashkëpunimit në mes të antarëve. Kujdesi për mirëqenien e antarëve të saj duke xheruar shërbimet dhe duke zhvilluar të kuptuarit e tyre mbi çështjet që lidhen me profesionin e tyre, islamin dhe muslimanët. Prandaj, më tuqe, planifikimi, zhvillimi dhe zbatimi i projekteve të përshtatshme për shërbim të komunitetit ku jetojmë. Të bashkëpunojmë organizata profesionale të tjera, qofshin ato qeveritare ose jo qeveritare, brenda dhe jashtë shtetit, që janë të përfshirë në zhvillimin e komuniteteve. Rritje e mirëqenies ekonomike, sociale dhe shpirtërore të komunitetit musliman në shtetin tonë, si rezultat i fundit i këtyre veprimeve të shoqatës. Antarësia, kush mund të antarësot? Antarësimi është i obligueshëm pra për studentët dhe të diplomuarit përfitues të programit të bursave së IDB-s. Dua të ceki se antarësimi është i hapur gjithashtu edhe për të tjerët të diplomuarit, studentët, profesionistët e tjerë, të cilët janë në pajtueshmëri me të gjitha rregullat dhe rregulloret në formë të shkruar duke plotësuar formularin e antarësimit. Aktivitetet më i ceka. Aktiviteti kryesor është të ndihmojmë organizatën homolog, ose counterpart organization, e cila i mundson bursat që
në krye të saj është këshilltari i nderit jon zotëri Ali Albaragani. Prandaj planifikimi dhe zbatimi i aktiviteteve për shërbim të komunitetit. Kjo është aktiviteti kyç. Prandaj të inkurajoj dhe të koordinojmë studentët që të kyçen në këtë shoqat dhe siç theki doktor Naim Emini të motivojmë të diplomuarit të kthejnë kredit, të mbajnë premtimin që të mund ky program të vazhdojë në Republikën e Maqedonisë. Në fondin arsimor i formuar nga IDB-a në Maqedoni që të mund vëllezërit dhe motrat e tona që kanë regjistruar studimet të marrin pra përkrahje financiare nga IDB-a. Inshallah shpresojmë se nëse shkon ashtu siç duhet, formohet kjo shoqat edhe do të publikojmë një buletin ku do të ndajmë informacione, do shpërndajmë të gjitha anëtarëve të palëve të tjera të interesuara. Gjithashtu nuk është ekskluduar bashkëpunimi me organizatat e tjera jo qeveritare, me agencionet e huaja, pra si ambasadat, sektoret, agencionet qeveritare, ashtu me radhë. Shoqata pra do të punoj në ngusht me organizatën homolog dhe gjithashtu me programin studimor, programi i bursave të IDB-s duke dërguar raporte për aktivitetet e tona këtu në vend. Ju faleminderit për vëmendjen. Falenderojmë doktor Seadin për prezantimin e tij. Në vazhdim, para se ta prezantoj misafirin tonë të nderuar, kisha dashur në vija të shkurtra për ato që ma pak e njohin që s'besoj se ka ashtu në këtë, domethënë sallë këtu. Kisha vënë parathënie të vogël, domethënë në historinë e re të Kosovës shkëlqyen si yjet dietare profesionistë në të gjitha drejtimet e shkencës. Njëri nga tyre është edhe primarius doktor Ali Iljazi, doktor i shkencave medicinës. Ai ka lindur në Gjakov në vitin 1949, shkollën fillore dhe të mesme e kreu në vendingje, e pastaj u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë në Sarajevo. Për punën e tij të paloshme 35 vjeçare, doktori ka votuar 20 libra dhe ka bërë përgjithsisht 1500 punime shkencore. Ka qenë ligjerues në ligjeratat e tribuna në të gjitha trohet shqiptare që nga viti 88. Momentalisht, doktor Ali Iljazi tani punon në Institutin e Mjekësisë në Gjakov dhe i ka dhënë shumë lemisë mjekësisë në territorin e Ballkanit, madje edhe në mbar Evropë me zbulimet e tij në mjekësi. Ndërsa sa i përket kërkimeve shkencore ka lënë gjurmë të madhe edhe me vlerë në çështjen e mrekullive shkencore në Kuranin Fisnik. Pra, eftojmë primarius doktor Ali Iljazin të prezentuar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي خلق الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Të nderuar audiencë, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi privilegjuar që gjendem në Shkup, parasysh se Shkupi më është basi vendlindja e dytë, them se shumë herë kam ardhur dhe fillet e para të ligjëratave që nga viti 1988 ishte aspekti kur më ftun për herë të parë hoxhallarët në xhaminë e Isabeut, më kujtohet, ishte Kurani në vërtet agjerimi nga aspekti mjekësor. Kështu që në Shkup një më them si me qenë në qytetin tim, ju falenderoj për mikpritjen tuaj. Temën do ta shqillojmë në mënyrë sa më të shkurtër që mos t'ju lodhim juve, dhe temën cilën ma kanë ofruar dhe ju që e kërkuar është shkenca në mësimet dhe vlerat e islamit, qëndrimet e tanishme dhe perspektivat e të ardhshmes.
audiencë nderuar, se thash kaptina e parë që u shpall në Kur'an, cilën unë e citova, pra thot është imperativ që Allah kërkon prej nesh, pra imperativ për diturinë, për shkencën, siç e dini ato ajete që citova, thot lexo kaptina e parë, zbritur 5 versetet e para, lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun për një gjaku të ngjizur, makroskopikisht kur shihet, ndërsa në gjuhën mjekësore ne themi nga embrioni, pra në mënyrë makroskopike i rrethuar me jenë të gjakut, ndërsa fjala alek është një sinonim i vërtet i fjalë, diçka që është e varur, se njëri është i lidhur, tjetër mbet embrioni i varur. Lexo se Zoti yt është më bujari, më fisniku. Ai mësoi njeriun të shkruaj me penë. Ja mësoi njeriun ato që nuk i dinte. Pra, kaptina e parë, el alek, mos harrojmë të themi që vëllazër në Kur'anin fisnik mbi 850 vende përmendet fjala dituri apo shkencë. Kjo kaptinë madhështore e Kur'anit famat përfshin 3 dimensione të mëdha që përbajnë një tërësi organike. Ikre dhe edukata, ikre dhe shkenca, ikre dhe adhurimi. Pra, të gjitha këto janë një tërësi organike. Nga kjo kaptinë e begatshme, pra, ne kuptojmë dhe mësojmë se dituria dhe penda janë 2 simbole me vlerën më të madhe në Islam. Ja dhe disa versete tjera nga Kur'ani, më rëndësishme, thuaj, thëtë Allahu surë Zumar, a janë të barabartë ata që dinë dhe nuk dinë. Po Allahut ja kanë frikën nga robët e tij vetëm dietarët. Lakin Allah yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhaduna kafa billahi shahida. Dhe Allah dëshmon. Po dëshmon pra që këtë libër që ta zbriti ty, ta zbriti sipas dijes së vet. Pra Kurani i paraprin dituria. Këtë dëshmon edhe melekët apo engjëjt, por mjafton thotë që Allah është dëshmues. Kemi edhe shumë një hadithe të dini, veç për përkujtoj disa. Kërkimi i diturisë që është obligim për çdo besimtar dhe besimtare. Njerëz të ditur janë trashëgimtar, el ulama o warathatul anbiya, njerëz të ditur janë trashëgimtar të dërguarve të Allahut. Vdekja e fisit, e një fisit të tërë, është më e lehtë se sa vdekja e një dietari. Dhe njëri i dytë është delegues i Allahut të madhërisëm në tokë. Hasan i Basriu, Allah më shëft, ka thënë, ngjyra e dietarëve do të vlerësohet me gjakun e dëshmorëve, dhe ngjyra e dietarit do të mbi peshoj gjakun e dëshmorit. Pra, dituria, arsimimi, shkenca, që në kanë urdhën kuranor, ibadet, cilën duhet ta kultivoj dhe ta zgjeroj çdo besimtar. Të gjitha këto nuanca ngjyrash dhe forma të ndryshme në këtë galeri të multi-universit, nuk janë asgjë vetëm se një shprehje e fuqisë së Allahut të gjithëposhtetshëm, e diturisë dhe urësisë tij, që ka përfshirë çdo gjë. Andaj ngado që e kthejmë kokën tonë, ne lexojmë librin e tij të hapur, në cilën regjistruar ajetet e qarta. Kur lexojmë Kur'anin, jemi në fjalët e tij. Kur lexojmë librin e universit, jemi në veprën e tij. Kur lexojmë librat shkencor, jemi në ligjet e tij. Kur lexojmë historinë, jemi në dëshirën dhe përcaktimin e tij, ndërsa kur lexojmë artin, jemi në shkëlqësinë e emrave të tij. Psikologjia moderne të nderuar në mëson që njeriu së bashku me qëndrimet e tij, rrethin ku jeton, tradita formon ambientin apo rrethin ku jeton. Xhamia apo mezhidi dikur që ka qenë qendër referenci, ka qenë pikë qendrore ku janë bashkuar muslimanët me qëllim të organizimit, edukimit, lutjes dhe punës apo frymës ekipore, që themi ne në gjuhën popullore xhamat. Xhamat pra do të thotë një grup frymë ekipore. Ekipi apo grupi, sipas definicionit, është një grup njerëzish që takohet rregullisht, konsultohet reciprokisht, e një bukur detyrën, kryen ndarjen e rregullave dhe detyrave në mënyrë të sinonizuar, synon që të arrijë qëllimet afatshkurtër dhe afatgjata, duke dhënë secili individ mundin maksimal. Dikur Islami kishte xhamat apo ekipe, të cilat qenë fanar, që akumulluan një sasi mjaftueshme të erës në gjuhën e tyre dhe udhëheqën shoqëri të tëra në armoni të shkëlqyer, në shkencën, ato si dini shkenca ishte kulminante dikur.
Por ajo sot që ne edhe ju besoj pajtohemi, kemi sot në shumicën e botës islame, pra kjo refletohet edhe tek ne, mund ta përshkruajmë jo me xhamat, edhe pse emrin e kemi, por me një grumbull njerëzish. Ndërsa grumbulli sipas definicionit psikologjik është një grup njerëzish i afërt në një hapësirë të caktuar, në afër të caktuar kohor, me një interakcion sipërfaqësor, me një rrjedh një kashë të informatave, pa kur farndarje të punës dhe me një lidhje të pamjaftueshme me tyre. Shembulli këtyre grupeve mund ta shohim për shembull në aeroplan, takom rastësisht, në teatr, tramvaj, autobus e tjerë. Ja pra në mënyrë pak të paraqit, ja grumbulli, domethënë kur far vektori që masa gjë, edhe ekipi apo xhamati të lidhur ku secili pra detyrat e veta. Muslimanët potencial apo intelektualët sotit, nëse dhe ju besoj pajtoheni me intelekcion kritik, ose heshtin, ose nuk përcaktohen për ekip. Janë vetëm vëzhgues për të mos u identifikuar me islamin. Shikojnë nga larg. E dini sot, pa ekip të mirë fill, nuk ka dhe golla vëllezër. Ekipi më i mirë është ekipi i futbollit që shihni. Pa pasim ndërsjell, secili di detyrën e vet. Nëse ekipi nuk është i sonizuar, nuk ka dhe sukses. Puna islame ka një masi pra dhe një kahje si masia vektoriale matematikore. Nëse individët nuk punojnë në harmoni me një tjetrin, me një plan të pastër, me një ndjenjë për kohën e duhur, ata nuk japin kurrë rezultate. Përkundër energjisë të jashtëzakonshme që ka individi dhe e harxhon. Por që se ne vazhdojmë të tregojmë gabimet e një tjetrit, duke lënë anash kontributet pozitive, duke nënçmuar arritjet e tjerëve, nuk do të arrijmë asgjë kundi. Duhet të largojmë ndjenjen se gjithmonë kemi të drejtë, ndërsa të tjerët gjithmonë gabojnë. Duhet të pranojmë njohjen të gjithë punëtorët në fushën e islamit, do të mundohemi të bashkëndijmë përpjekjet tona. Një pushim të shkurtër kishte qenë një mret një herë, ishte qenë i verbër në një sy dhe kamën e kishte të qalë. I fton të gjithë piktorët t'ja bojnë një pikturë, vishot ma bo një pikturë të mirë, po jo me qenë i verbet të sy edhe i qalë në kamë. Cili piktor mund t'a bonte? Asnjëri. Njëri u paraqit tha, unë e bëj, tha mret. Ullë, tha, ullë, e bën pikturën e tij, po kishte bo mretin si gjyqtar. E kishte vëdo qiften në sy, e syni mshilet kur gjun. Edhe ngrit ka pak komen kur dën me gjuj, edhe dur të gjithë u habitin me portretin e tij. E do me thonë, e kryen në reale, edhe e arriti qëllimin. Prandaj ne nuk do t'ja shohim tjetrit synin e mbyllur, komen e qartë të meta, se to gjitha e prishin pra formën vektoriale. Andaj qëllimi pra është që gjanat me planifiku, me vlerësu mirë dhe me veprua. Kushte metat e nashtë, thot Jusuf Kardavi, thot, sot ne i kemi potencialet ekonomike të paralizuar, potencialet humane të paralizuar, mendimet tona konfuze. Ne thot planifikojmë, isha thot me një ligjërat, ashtë konkluzat bukura botnore i sjellën, sa që mendu është me të vërtet, po ato të nesit vetëm me të në letër, me ngjyrë të shkruar. Asnjë pra nuk arriti, vetëm ne thot ne planifikojmë, mi por nuk realizojmë. Ne jemi meti i kre, lexojmë, por nuk lexojmë. Edhe nëse lexojmë, thot, nuk kuptojmë. Por edhe nëse pak kuptojmë, thot, ne nuk veprojmë. Nëse edhe pak veprojmë, thot, ne nuk kemi rezultate. Mjafton që tjerët punojnë për ne. E ne jemi vëzhgues. Çdo sa ne importojmë, çdo sa ne blejmë. Mjafton thot mes tyne kemi polemika të hatashme, mi por nuk kemi planifikime. Për polemizim jemi të parët. Çdo gjë pra importojmë, asgjë ne nuk zbulojmë. Prandaj thot, ku është problemi? Ku është problemi ka si? Apo të udhëheqësi, apo të mesazher, apo të bartësit e mesazhit. Thot puna jonë sot, përgjithësi në botën islame, thot, i përngjan se asaj punës Nasradinit, e kishte marrë një gyp Nasradinin në lumë, e kishte marrë ujë, por nga që me ujit aren, e këthen të gypin përsëri ujin në lumë. Tha Nasradin, çka po bën? Ujë. Tha, po kom qef me ndëgju shoshërimin e ujit. Thot edhe, ky Kardaj thot ne sot e ndëgjojmë shoshërimin e zbulimeve tjera, kënaqem me zbulime tjera, kënaqem me të tjera, edhe ne rrim dhe me arritjet e tyre krenohem e jo më tonë. Më shumë jemi emitues se sa. Jemi në numër shumë, por thot, pa sasi, pa ndarje, pa planifikim, pa xhamat, pa frym ekipore. Ekipa vim në xhami, në një ligjërat në thash, keni ardhur ditën e xumos, isha të marr djeni ligjërat. Tash keni ardhur gjithë po, ishin 200 po. A di se cili për është detyrën e juaj, pse keni ardhur? Se xhamat do të thotë detyrë. I quhen pra se dim, po detyrën duhet të kujnë vetëm imamin apo mezin. Të gjithë duhet të ndajnë për ati, pra për të arritur suksesin secili nga ne.
duhet ta kryj punën e vet. Duhet ta kem parasysh thënien e Muhamedit alayhi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Secili prej është bari dhe secili është përgjegjës për tufën e vet. Nuk duhet të thotë, valla, ai tjetri çka bani, po çka unë bana, çka arrita sot. Prandaj, nevojitet pra 5 si duhet të kultivojmë. S'pari ta perceptojmë kohën. Mas liri thot që kemi edhe Kardali thot është koha. Kemi sa të dush, po ne thot mjerisht thot, ku ti na pyet dikush, s'kam kohë, a kohë sa të dush. Sipas një ankete që kanë bërë Shtetet Bashkuara në Shqipëri, nga 2500 familje, ndoshta ju intereson, thot kanë konkludim pas një periudhe 3 vjeçare, thot populli shqiptar i Shqipërisë është populli më demert, thot 9 orë flejnë, 5 orë kalojnë kafene, 4 orë punë. Ma shumë punojnë gratë. Ose një thanë tjetër, një shkencëtar thot, kanë volumtu mesatarja punës në Japoni është 10 orë, ta Amerikanët 9 orë. Pastaj Gjermanët vinë 8, anglezët e mëra. Mesatarja thot në botën islame e punës 12 minuta. Me në manë tash suksesi 12 minuta me 10 orë. Prandaj më receptu kohën, tash fryzojnë për çdo minutë. Tu të përqendrohemi në rezultate konkrete. Të ndërtojmë mbi fuqinë e jo mbi dobësi, kjo i vetëm fuqinë tande, mos u bazo, por dhe fuqinë e vëllezërve dhe motrave tua. Një pranoj fuqinë, dobësi, pranoj dobësinë tonë, të kritikon, po mirë se vjen kritika, askush nuk ka për ne i përkryer. Koncentrohemi në disa sfera, të njëjtën kohë për të dhënë sa më shumë rezultate. Dhe 5, mbështetëm besimin tonë të fuqishëm në Allahu dhe desa jetu përnu për te, mos u frikso nga asgjë. Vallë, thash edhe njëherë, a kemi pyetur ndonjëherë pse pra kjo fe kaq madhështore, ka kaq i dhartë të mprapametur. Në botën islame, sipas një statistike fundi, 180 milionë muslimanë thotë janë analfabet. Pra, diçka nuk është në rregull, thotë. Me siguri thotë problemi nuk është porësia, por të bartësit e porësisë të mesazhit. Një autor kishte bëu kështu thotë, Mercedes i ri 00, tipi më i ri. Ka hyp njeriu, më një herë dhe shkon aksidentohet thotë. Ai ka thaj Mercedes i ri 00, kjo është Islami, apo ai që voziti? Ai që voziti thotë të prishi, se Mercedes është i ri me gjitha ato forma. Prandaj, Allahu ma dishim në Kur'anin fisnik urdhën e thotë, innal izzata lillahi wa li rasulihi wal mu'minun walakin al munafiqina la ya'lamun. E tër krenaria, e tër fuqia, ajeti kuranor, i takon Allahut, dërgumi i tij dhe besimtar, por hipokritët nuk e dinë këtë. Mirë, po kjo është vetëm mundësi potenciale vëllazër. A duhet ta shndrojmë energji dinamike, kinetike që të ndrojmë rrethanat e mjedisit, secili për nesh ku jeton në mesin e tij. 5 lugë sheqer e dinin gotë të çajit. Çajin pije, nuk pihet pa trazumi. Nëse nuk e trazojmë, aty nuk fitojmë çajin e ëmbëlsirë. Jemi bindë pra që me lejnë Allah të madhëria, po që se ne i kuptojmë dhe zbatojmë frymën ekipore. Më thonë ku se cili e di në Islam. Duhet të arrim një arritje të efektshmërish në gjitha aktivitetet islame. Arritja këtij do të manifestohet në sferat e koncepteve, e qeverisjes, administrimit, ekonomisë, komunikimit, konferencave dhe mbledhjeve. Duke medituar thellë për çështjen e Islamit në perspektivë, duhet të kemi ndërmend gjithnjë dhe para jush ta keni ajetin kuranor, se Allah i madhishëm unë në thot, Rabbena hab lana min ladunka rahme dhe hayyi lana min amrina rashada. Banor të shpellës kur largun e din ashabul Kehf than o Zot ynë, na dhuron nga ana jote mëshirë, na përgatit në udhëzim të drejtë në çështjet tona. Edhe një minutë desa përgatit për pyetje, kam lutem. Amerikanët e kanë studiu dhe kanë pa njeriu nëse jeton 60 vjeçar. Njeriu 60 vjeçar, çto vjen, është pak mirë shumë. E kanë pasur nëse njeriu jeton, se tash kryesor për ne është ta perceptojmë kohën, ta mendojmë kohën. Thotë amerikanët kanë mendu, thotë njeriu që jeton 60 vjeçar, thotë ai parafërsisht çka ka lënë gjatë këtyre 60 viteve. Lidhja e kpuzëve 8 ditë. Ne shqiptarët nuk i lidhim fare. Pritja të semaforit 1 muaj të ata. Ne nuk presim fare, besoj një mendimin. Koha kaluar të floktari, 1 muaj, femna 3-6 na dhe më shumë. Thirrje telefonike 1 muaj, ne 3 muaj me siguri se si hekim miq, celularët do. Lëre a dhon dhe 3 muaj, ne si lajm fare. Pritja autobusëve 5 muaj, edhe këtu nuk presim fare.
Koha kaluar në banjo 6 muaj, leximi i librave të ata 2 vjet. Të na ndoshta 3 muaj më tepër, nuk lexojmë 2 vjet, 60 viteve. Ngërja 4 vjet. Ne 5 deri në 6 bëjmë se hajmë ka dole. Edhe shikimi i televizorit 10 vjet. Merrni me madh gjatë kësaj kohe. 10 vjet të ne me siguri 12 se nuk ka telenovel që nuk e shohim. Si turki si ato çdo telenovel, 12 vjet do thot 3 fakultete i kalojmë pranë televizorit. Dhe themi nuk kemi kohë. Dhe fjetja 20 vjet. Andaj, do I pa këto, thot gjeni kohë për të menduar, se kjo është burimi I fuqisë, gjeni kohë për të luajtur, kjo është sistemi I rinisë së përhershme. Duhet edhe të argëtohemi. Gjeni kohë për të lexuar, kjo paraqet bazën e diturisë apo urtësisë. Gjeni kohë për të qenë shoqëruesër, se kjo është rruga drejt lumturisë. Gjeni edhe kohë dhe kapak për të qeshur, kjo është lubrifikuesi më I mirë. Gjeni kohë për të dhënë, se jeta është e shkurtër për me qenë egoist. Gjeni kohë për të punuar, kjo është çmimi I suksesit. Por kur mos gjeni kohë për ta quar kot. Mbani mend fjalën e pejgamberit alayhis salam, mësuesit tonë që thot men istava yawmahu po ve makbunun dhe lemiu sunen e tij përse ai I cili ka 2 ditë merrni me mend. 2 ditë të njëjta në arritje, ai është në humbje të sigurt. Me mend 2 ditë të njëjta. Sot njësoj nes humbje të sigurt. Andaj mendjet e mëdha që kanë diskutojnë idetë. Prandaj ju ne intelektualë duhet të diskutojmë për idetë, çka po bëjmë ne, çka po arrim, sfera e zbulimit e mendjet e zakonshme, ma thënë diskutojnë ngjarjet. Ai ç'bë kjo kishte ndodhi. Mendjet edhe më të vogla diskutojnë për njerëz. I kishte bëj kështu. Po mendjet shumë të vogla, të vështra diskutojnë për veten, gjithsesi e lavdërojnë veten. Andaj, pra edhe një këshill për të arritur suksesin, 5 këndshi I suksesit tonë që quhet felah në gjuhën arabë do thotë, mas pari me ndi problemin. 2. Me diagnostifiku problemin ekziston. 3. Me përshkrua zgjidhjen. 4. Planifiko zbatimin dhe vazhdo deri në fund një mënyrë. Pra, ja ky është suksesi që na pret. Dhe Allah është përbleft për dëgjim. Ishte një kënaqësi e veçantë të dëgjojmë ligjëratën e doktor Ali Ljazit. Përzemërsisht I falenderoj në emrin tim personal dhe në emër të Unionit Studentor si organizator. Kalem domethënë në pjesën e fundit ku nëse dikush dëshiron mund të parashtrohe pyetje ose mund të ta fillojmë zhvillimin e diskutimit në mes të pjesëmarrësve për diçka nëse ju intereson prej asaj që patët mundësi ta t'ju prezentohet sot. Në rregull, kriti kemi të qartë. Atëherë për në fund, edhe njerë ju falenderoj për pjesëmarrjen, kolegët tanë, përfaqësuesit e Komunës së Çajirit që ne dhanë këtë vend ta mbajmë këtë panel prezantim. I falenderoj domethënë për përkrahjen, shpresojmë në bashkëpunim të më të tjeshëm. Në përmbyllje të këtij tubimi, ju ftojmë në një koktel modest që kemi organizuar dhe një herët në dalje nga tubimi lusim të gjithë që të nënshkruhen në fletë që kemi lënë në mënyrë që t'i kontaktojmë dhe njoftojmë për aktivitete që do të organizohen në të ardhmen. Po ashtu kisha dashur t'ju tregoj se doktor Ali Ljazi na ka nderuar dhe me atë që na ka sjellur punimin e tij të fundit. Domethënë është libri Mjekësia e pejgamberit alayhis salam, cilin mund ta shfletoni te kokteli për jashtë, përndryshe kushton vetëm 5 euro. Domethënë kush don mundet lirisht edhe ta blejë të njëjtën. Edhe një herë ju faleminderit edhe mirupafshim gjë herën